Një konvoj për 2 kamionësh dhe 4 hamer me antarët e forcave të sigurisë së Kosovës ka kaluar në proveritë e qytetit të Mitrovicës në mëngjesin dhe u ndalte ish pompa e nisit në hyrje të qytetit të Mitrovicës. Zëvendëskomandanti i policisë së Kosovës Veton Elshani konfirmoi për Kosova Online se kolona shkoi gabimisht në atë drejtim dhe se policia i ktheu ata në jug të qytetit të Mitrovicës. Dërgimi i FSK-s në veri të qytetit të Mitrovicës është një shkelje drejt për drejt e garancive të forta të NATO-s dhe forcat e FSK-s nuk mund të hyjnë në veri të Kosovës pa lejen e KFOR-it, theksoi Zyra për Kosovë dhe Metohi, duke treguar se ky është një kërcënim i rrezikshëm për popullin serb në veri. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, 10 parcela në vendbanimin Suido u ripërtrin nga toka bujqësore në tokë ndërtimore. Seanca ishte caktuar mbrëm vonë dhe qëllimi i tij 10 parcelave të përndryshuar me një votë. Nën kërkesat u paraqiten nga antarët e komunitetit shqiptar, ndërsa një kërkesë erdhi nga komuniteti bosnjak. Kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radović, i tha Kosova Online se Kuvendi i ri komunal do të anulojë atë vendim të marrë me qëllim të ndryshimit të strukturës etnike në Mitrovicën e Veriut. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić paraqiti në emër të 10 deputetëve një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e Nenad Drashiqit si nën kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ai theksoi se nuk bëhet fjalë për një vend në kuvend, por për respektimin e të drejtës të popullit serb për të zgjedhur përfaqësuesit e vet dhe për të pasur përfaqësuesin adekuat në institucione në përputhje me të drejtën e garantuar kushtetuese. Deputetët nga lista serbe shpjegoi se në kërkesë të gjitha shkeljet e kushtetutës rregullore së punës dhe kuvendit, si dhe vendimi i gjykatës kushtetuese janë renditur në detaje dhe saktësisht. Ish ambasadori Aleksandra Joksimović i tha Kosova Online se qëllimi i vizitës së presidencës së Komisionit Ursula von der Leyen në rajonin e Ballkanit Perëndimor është për të konfirmuar vendimin strategjik të Bashkimit Evropian për të arritur në rundin e ri të zgjerimit deri në fund të këtij mandati të Komisionit Evropian. Kur bëhet fjalë për ngecjen e dialogut të Brukselit, Joksimović thekson se Albin Kurti mban barrën. Kolegu i saj nga Prishtina, Albert Prenka, i thotë se Ursula von der Leyen u takua me Kurtin në parlament për shkak të pamundësisë së përdorimit ligjor të ambienteve qeveritare dhe se për shkak të politikës kokforte dhe mungesës së koordinimit me aleatët, Kosova është nën sanksione zyrtare të Brukselit. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandr Bocan Harchenko tha se Rusia beson se çështja e Kosovës duhet të kthehet në kujdesin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sepse siç theksoi ai, tani është plotësisht e qartë se nuk ka asgjë të bëjë me dialogun për normalizimin në kujdesin e Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Večernje Novosti, Bocan Harchenko konfirmoi se Serbia ende mund të llogarisë në mbështetjen e Moskës në lidhje me Kosovën në Këshillin e Sigurimit, ku javën e ardhshme do të mbahet një seancë e rregullt mbi situatën në Kosovë. Ehad Miftare nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se kanë kaluar disa ditë që kur Albin Kurti mori mandatin për të formuar qeverinë dhe nuk ka asnjë përpjekje më të vogël për të bërë këtë, prandaj ai konsideron se mund të mos ketë asnjë interes për formimin e qeverisë. Analisti Gëzim Kasapolli beson se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në fakt po e minon procesin e gjetjes së një zgjedhje për formimin e qeverisë së re. Ajo nuk bën këtë për shkak të interesave personale dhe për të qëndruar në detyrë, thot Kasapolli. Lidhur me akuzat e djeshme të lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ishte vetëvendosja ajo që nuk donte të njihte as himnin e Kosovës as pafajësinë e Hashim Thaqit. Vetëvendosja do të donte që Hashim Thaçi të qëndronte përgjithmonë në Hag, pohon Edi Rama. Vetëvendosja sulmoi dje Ramën duke thënë se përpara se të protestojnë në mbështetjen për ish udhëheqësve të UÇK-s në Tiranë, ai duhet të tregojë të paktën një pendim minimal për gabimet e tij të së kaluarës.
Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira në jug me shi, në Vojvodin do të jetë me diell para mesditës, gjatë natës drejt të shtunës do të ketë reshje shiu në të gjitha pjesët e Serbisë, përveç të në veritë e Vojvodinës ku do të jetë me vranësira dhe pareshje. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 4 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 11 deri në 16 gradë Celsius.